Dhe pas bisedës që kemi pasur me radiologën, doktoreshën Shkendi Jenuza, unë e paralajmërova që do të flasim për diçka që çdo ditë investojmë, marrim edhe njohuri, por shpesh praktikimin e kemi të gabuar. Përdorimi i drejtë dhe i duhur i suplementeve dhe medikamenteve në përgjithësi. Do ta flasim më në detaje me një prej njohësve më të mirë të farmacisë që e kemi, Fatos Lushaku, i cili tashmë është bashkangjit studio me mua. Mirë se erdhe, Fatos. Mirë se gjeta. Shumë kënaqësi me të pa studio. Gjithashtu. Na jemi mësu me të bësh shumë pyetje kur vim banatore, me të lonë, ndoshta për informacioneve që i kërkojmë, por ja që ja u kemi bërgjë edhe shikuesve tanë, kështu që faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Unë thash që vendisimi i lartë ka qenë ndryshim goxha i madh, sidomos mas Covidit, edhe investimi financiar goxha ka ndryshuar, por përdorimi shpesh çalojmë ose i gabojmë i suplementeve, i medikamenteve në përgjithësi dhe secila ka një metodë të duhur. Unë të doja që bashkë të ndalemi fillimisht tek vitaminat. Jemi mësuar që është e rëndësishme vitamina D, vitamina C, por nuk e dim sakt cila me cilën nuk bën të kombinohet dhe të mirën afër njëna tjetrës. A ka rëndësi të veçantë kjo? Po ka shumë rëndësi mënyra e përdorimit, koha e përdorimit, format cilat kemi nevojë më shumë i përdor. Edhe kombinimet. Edhe kombinimet gjithashtu. Po. Të zëm, atë nalemi kështu pak tek disa që i përdorin shumë kohëve të fundit, se sidomos mas Covidit. Është vitamina D, që njerëzit e kanë mësu, po e them prej Covidit, si emën, por edhe po i kushtojnë rëndësi tash edhe tek fëmijët edhe tek gjeneratat e reja dhe tek moshonin. A është një kohë ose një agent kur duhet të pihet para ushqimit, mas ushqimit, ditën, natën? Po, gjithsesi, vitamina D është shumë e rëndësishme, është jetike për organizmin, si dhe edhe për ngritjen e imunitetit. Gjithashtu është e mirë edhe për funksionimin më të mirë të organeve vitale, po edhe për forcimin e kockave, ishnave që thojmë na, nyjeve. Vitamina D është para Covidit që e falëm, është përdorur gjithmonë vetëm tek fëmijët prej ditës parë të lindjes, edhe kam përdorur një vit, dy, ndoshta edhe më pak. Mirë po pas Covidit kam fillu me përdor pak më shumë. Vitamina D ka doza edhe format ndryshme. Mirë është para se ta përdorëm te masim, sepse matet ajo me analizë gjako, edhe masanena mundu me përdor. Me dozu sipas mungesës që e kemi. Mënyra më mirë e përdorimit është mëngjes. Mëngjes. Po. Përdorimi i sajna është mirë të konsumohet me diçka të yndyrshme, sepse edhe vetë ajo është formë yndyrore më shumë, edhe për të shmërinë në organizëm e ka shumë të mirë dhe më të lartë. Përdorimi i sajna mëngjes është edhe arsye se fakti që thonë edhe është ashtu, vitamina D, nëse nuk e konsumojna, merret në rrezet e diellit, po e kanë kohën e caktuar edhe në rrezet e diellit kur më marr dhe çish më marr. Për atë arsye absorbimi i sajna është më i mirë ditën se sa natën. Nëse pihet natën nuk është efekti i njëjtë me një fjalë. Për të shmërinë e ka më të lartë e ka ditën se sa natën, sepse bën edhe natën me marr, mirë po ditën është më arsyeshme. Po, ndërsa a varet efekti edhe prej gjendjes vitaminës D, a është e langshme, a është pluhur, a është tabletë, po, a është në fillim thash ka forma ndryshme edhe doza të ndryshme të vitaminës D. Ato dozat më të larta, mirë është mi marrë në fillim si boost, po çdo herë me analiza dhe matjen e vitaminës D, sepse nëse e ka shumë tolt, gjithçysh do të më shku me dozat më të larta, e njëkohësisht me marrë edhe doza ditore, që thonë doza mbajtëse, sepse ajo prej momentit që merret, fillon edhe të shpenzohet. Qysh e shpenzojna vitaminën D natyrale, edhe këto që e marrëm jashtë, edhe kjo shpenzohet. Kështu që mirë është të merret një dozë ditore, që sipas shkencës 3.000-4.000 njësi gati në ditë, i humbim edhe na çdo herë.
Kështu që është mirë të merret me një dozë mbace. Prapë, ne për dozimin s'mund të flasim sepse është individuale varësisht për gjendjes së pacientit. Për secilin është individuale. Për secilin është individuale, e doza ka të ndryshme, prej 200 njësi e deri në 300.000 njësi. Tash, a është vitamina D diçka që duhet ta marrim vazhdimisht krejt vitin, apo thuhet që dimrit është më mirë me marr, verës me pauzu? Po edhe verës në shumë vende edhe tropikale e kanë mungesë, sepse ajo merret në rrezet e diellit e kryesisht merret kur është dielli në Ekuador. Po. Kur është në pikën më të afërt prej tokës, po vitaminën D për me marrë mirë, atëherë do të me qenë shpina, kofshët, gjoksi, këtë të ekspozume. Nëse ato nuk jenë të ekspozume, atëherë nuk mundet më marrë vetëm në shuplakat e dorës, ku të thojnë, po, sepse këto mas pak të na i kap dielli. Edhe çdo herë kemi mungesë. Kështu që dimën vera e preferohet të merret çdo herë me analiza, është më saktë, më e mira, edhe Po shkojnë te vitamina C, sepse vitaminën C po ashtu ka pas kohë më parë, ndoshta prindrit tanë e kanë përdor vetëm te fëmijët që nuk po hajnë bukë. Domethënë më jepi vitaminë C se ndoshta hajnë bukë. Po këtu nuk është vitamina C vetë një rol i tillë. Po vitamina C ka vitamina tjera që rrisin edhe ngritin oreksin ma shumë se sa vitamina C. Po ne përmenda si kesh kuptim të që i bëjmë ose abuzim. Vitamina C është një boost shumë e mirë nëse përdoret në mëngjes. Po, sepse e bën jashtëzakonisht për thithshmërinë e lartë të hekurit në gjak. Kështu që preferohet çdo herë më pi ditën. Gjatë ditës na marrim edhe ushqime ndryshme dhe kjo ndihmon për thithjen. Kështu që është më së miri të përdoret ditën, po gjithsesi edhe te kjo matën edhe ka doza të ndryshme dhe forma të ndryshme. Kur flasëm për forma të ndryshme, ato më të mirat mundën me qenë që janë organike 100%, edhe pavarësisht nëse është tablet ose pluhur, do ta ketë ngjyrën e shijen organike. Jo gjysmë sintetike me pas lëndë shtesë tjera ose sheqerna. Këto janë më të mira, ka në treg. Janë të mira dhe ato që janë lipozomale. Ka lipozomale në formë tablete, ka likuide. Likuidet e kanë përthithshmërinë shumë më të lartë. Tash me studimet e fundit, sidomos në gjendjet gripoze, kur imuniteti është me ul, thuhet që edhe deri në 3000 njësi në ditë mund t'i marrin vitamin C. Apo qëndron kjo është? Vitamina C mundet më përdor edhe më shumë, deri në 5 deri në 7 gram në ditë, varet prej gjendjes që ka. Ndërsa në botën perëndimore shkojnë deri në 15 gram në ditë. Në ditë? Po. Mirë po kanë kohën e kufizuar, gjithsesi si boost merret kjo, sepse nuk është e dëmshme, po pasaj fillon të ulet doza. 1000-2000 miligram janë të mjaftueshme me marrë çdo ditë. Po. Se më duhet këtë pyetje me t'i bërë, sepse këtë pyetje na vjen neve çdo ditë fatos në portal, me që kemi aq shumë prezent ekspertë të fushave të ndryshme shëndetësisë, edhe patjetër që këto pyetje vinë dhe ne duhet ju dërgojmë përgjigje profesionale. Magnezi, edhe ai është një prej vitaminave që rekomandohet shumë, por edhe po përdoret shumë, por isha ndalë bashkë me ty të llojet e magnezit, sepse disa janë të mirë për zemër, për muskuj, për qetësim, për ato. Si klasifikohen këto llojet e magnezit? Tipet e magnezit janë 4-5 tipe. Po. Disa prej tyre e kanë përthithshmërinë më të ulët në organizëm, disa kanë shumë më të lartë. Kryesisht ndikojnë të gjitha në muskulaturë. Mirë po muskull nuk kanë vetëm muskujt na që i shohim, po muskull është të fillu prej zemrës, e krejt organet vitale, zort janë komplet muskuj, anë të gjakut janë komplet muskuj, për atë arsye dhe thuhet që disa janë për zemër, disa janë për muskuj, disa janë për gërshen. Kryesisht, na jemi të ndërtuar prej muskulaturës. Magnezi ndikon shumë mirë në muskuj, edhe për atë arsye dhe përdoret shumë edhe tash në tregun tonë. Disa prej tyre, siç është malat, bisglicinat, glicinat, citrat, okside, po. Këto oksidet për flasë janë shumë të ulta edhe në treg janë edhe me çmime më të ulta. Paka shumë
edhe ajo cilësia dhe kualiteti i suplementit e ordinon edhe çmimin, sepse përtethshmërinë e ka shumë të lartë dhe rrin shumë gjatë në organizëm. Ato bisglicinat ose glicinat këtu janë më të mira sepse përtethshmërinë e kanë shumë të lartë në organizëm dhe efektin e kanë maksimum. Maksimal. Po. Melanat ka diçka dhe që është edhe për gjumë e mirë. Po. Kështu që magnezin kryesisht preferohet të pihet çdo herë orët e pasdites ose mbrëmje, për arsye se të relakson edhe e rregullon edhe gjumin. Po, të pjesa e rregullimit të gjumit, sepse besoj që këtu ka me pas shumë interesim, dinamizmi, lodhja, shpesh edhe lodhja tepër e pamundson edhe një gjumë të rehatshëm. Domethënë nuk mjafton shtrati me flajt kur je çaq shumë i lodhur. Relaksimi i muskujve që e jep magnezi orë pak para gjumit është goxha efektiv, sidomos ata që e pinë me rregull. Cili është lloji i magnezit që në mënyrë melanat. Po. Është ai që ndikon më shumë. Po, sepse stimulon pak edhe hormonin e melatoninës, për atë arsye dhe thirret ashtu. Sepse melatonina, tash po dalim këtë. Po. Melatonina është një hormon që e prodhon trupi jon, edhe që është hormoni i gjumit. Po. Këtë hormon kryesisht njerëzit e dëmtojnë ose e prishin jetesën që shebojnë. Do me thonë, e shtynë kohën e gjumit sa ma gjatë. Rrinë shumë në telefona, rrinë shumë në televizor edhe normal. Kohën kur ai hormon lirohet, nave që kena dëmtu dhe nuk e kena shfrytzu. Edhe gjatë përdorimit të shumë pastaj të suplementeve të cilat quhen edhe ato melatonin, ato edhe më tepër e dëmtojnë hormonin natyral që trupi jonë e prodhon, edhe çdo herë do të shkojnë të arrisin dozën e melatoninës për me bën një gjumë të rehatshëm. Mas një kohë shumë të shkurt, edhe ato nuk ndikojnë, edhe pastaj do të me marr tamam tabletat gjume që na nuk ja u preferojmë. E mira është me përdor magnezin, me B6 ose eventualisht ndonjëherë edhe B12, që të dyat këto suplemente janë edhe relaksues të nervave, po nikosisht e stimulojnë edhe hormonin e melatoninës mu liru në mënyrë natyrale. Disa det kanë me pas problem, mirë po, gradualisht, për një kohë shumë të shkurt, kanë me fillu edhe me pas që efekti vesh ka fillu mu arrit edhe me rregullu hormonin tonë, tamam trupi jonë që e prodhon. Po, edhe magnezin e gjejmë edhe në forma të ndryshme edhe në dozime të ndryshme. Për shembull, një person i rritur, a duhet unë me marr 400-500 gram magneza, po çfarë doze prekomandohet kur e merr rregullisht? Varet nëse ka mungesë shumë, sepse të gjitha këto maten. Po deri në 1 gram ditore mund të merren. Krejt varet prej formës të cilën e merr. Sepse ato okside, edhe 1 gram nëse i merr, dikon 7% e kanë përtethshmërinë. Citratet e kanë pak deri 20%. Mundet mi pas 800 ose edhe ma tepër miligram, po prapë se prapë nuk mjafton. Shpjegoma për qytetarët çka janë oksidet e çka janë citratet? Tipet e magnezit. Oksid, përtethshmërinë e ka shumë tolt. Mundesh me gjetë me 400 miligram, ose mundesh me gjetë nështë edhe ma shumë, ose ma pak. 600, po. Mundesh me gjetë, po përtethshmërinë e ka shumë tolt edhe nuk e jap efektin sa duhet. Citratet? Citratet e kanë diçka pak ma të lartë. Bisglicinatet ose glicinatet e kanë ma të lartë në treg, që ato janë ma të mirat. E tani aty varet edhe prej kompanisë e cila i krijon shumë pastërti ose e bën organike, ajo atëherë ka efektin edhe shumë ma të mirë. Kjo është zgjedhja e secilit me bo. Aty në veç ju metet me pyet farmacistin ose kush është aty cila e ka efektin ma të mirë. Jo me vetë veç për çmimin. Çmimet nuk po më varen tash prej neve, jo veç të na, po këtë botën. Po, e di që është një temë e ndihshme shumë dhe do doja në të ardhmen ndonjëherë ta diskutojmë, por jo sot. Rregullohen atë. Po, kismet. Ajo çka po duhet të pyet edhe që mendoj që edhe unë personalisht, pavarësisht sa kam njohuri, e bëjmë shpesh gabim është kombinimi vitaminave që marrim, i suplementeve. A ka suplemente që nuk bën të pije një mas një, për shembull magnez zink ose zink me një tjetër. A ka suplemente që efektin e humbin nëse mirën afër njëra tjetrës? Po, për shembull zinkun
me marrë me bakër. Okej. Të njëjtën kohë nuk është mirë, sepse zinki përqindjen e ka pak më të lartë se sa të bakrit në organizëm, edhe nuk e lën bakërin mu përthit. Okej. Masenena nuk është mirë të merret me hekurin me kalcium, që shumë njerëz edhe bojnë gabime, s'po di. Po. Ju preferojnë me marrë me produktet shumshtit, sepse po na mundon. Është shumë normale suplementet, pacientin ose klientin ose s'po di ç'më thon, që përdor suplemente, është shumë normale shumicën me pas pak mundim në lukt, bark. Sepse suplementet sa ma të forta që janë, ato janë molekula të mëdhaja. Nuk ka mundësi me bon një suplement me efekt shumë të fort, e me pas sasi të vogël të aciditetit ose të barë. Apo kupton? Kështu që të gjithëve ju preferoj me i përdor mas ushqimit, ata të cilët kanë probleme. Ata të cilët nuk kanë probleme mundën me i përdor edhe para ushqimit, sepse vetë këto janë shtesa ushqimore. Po fakti që janë molekula shumë të mëdha dhe dikush ka problem me lukthin, atëherë mundën me mundu. Kështu që nuk preferohet penzon një rast për ty në hekurin me kalcium, sepse kalciumi nuk e lën absolut hekurin mu lidh me gjak. Edhe qysh e merr, qashtu edhe del. Do me thonë nuk ka shumë... Nuk rekomandohet me i marrë ofër njëna tjetërës. Mundet njënën para dite, tjetërën mas dite. Njënën para dite do të qysh, njënën do të mas dite. E ki vitaminën B12, penzo, nuk u të zënë me përdor me vitaminën C. Ofër njëna tjetër. Ofër njëna tjetër, se vitamina C nuk e len mu absorbu vitaminën B12 në organizëm, kështu që janë detajet thjeshta, po është mirë mi ditë. Po për shembull kur shkojmë në përbanatore, firmat e ndryshme kanë një multivitamin. Atë ki vitamin C, B12, B12 krejt. A janë gabim nëse i marrim kështu fatos? Jo, nuk janë gabim. Po janë dozimi vogël. Vitamina minerale ka dhe aminoacide mbrenda shumë të mira, po zakonisht përdoret një tablet ditore, sepse i ka të gjitha, si shtesë ushqimore, po kjo përdoret gjithçysh në mëngjes, do të mu përdor, sepse t'jap një farë forme t'jap energji, kështu që t'i gjatë ditës si aktive dhe çdo herë preferohet në mëngjes përdoren këto që janë multivitamina, minerale. A na mjafton ai dozim për një multivitamin? Po mjafton nëse e përdorim një kohë gjatë. Kur gjë nuk ka efekt para 3 muaj dite. Kështu që neve veç na vim pak kohë me i pa efektet e durim, po. Normal, kur i kombinojnë edhe me ushqim, me aktivitet fizik, se ketë këto pjarrujna, unë e thëmë shpesh, ti shkon veç një suplement me marë, edhe ketë këto tirat milion, kje shkon një mrekulli, i pare e kësha bone. Po ja, duhet mi kombinu shëndetshëm. Ushqimi, jetën që shebojna gjumin, gjumi është faktori kryesor, nëse na dojna me pas një jetë të mirë, traqme. Shumë e vërtet kjo. Në ndërkohë, po këthena prapë të suplemente, sepse do të shfrytëzojmë sot maksimalisht sot patos, sepse ideja është që unë e di që përballesh me këtë pyetje, por prapë se prapë ja vlen kur marrim mësim për diçka që është e përditshme, ndoshta rutinë, ndoshta për ty është pyetje pak më e thjeshtë, por për neve është përgjigje shumë jetike, sepse investojmë dhe bëjmë gabim një marrje të medikamenteve të ndryshme. Personat të cilët janë të rregull me ushqim të shëndetshëm, me aktivitet fizik, me marrjen e suplementeve, a ka periudhë kur pauzohen suplementet? Për shembull, jo 12 muaj me i përdor krejt suplementet. S'është nevoja 12 muaj, 3 muaj ditë është minimalja. Për 3 muaj ditë ajo arrin kryesisht pikun, koncentrimin maksimal e arrin në organizëm. Sa me pauzu pastaj mas 3 muajve, për shembull? Mundet me pauzu nëse dën të njëjtat, 2 javë, 3 javë, 1 muaj. Se shumë shpejt edhe dalin për organizmit. Me mira, por e ka 24 orë. Pa ato tjerat nuk rrinë as 40 minuta, 50 minuta. Jo se qiten shumë shpejt, ato që janë, trupi nuk i pranën, disa që ato që tash nuk janë shumë organike, ose janë okside, ato trupi shumë shpejt i qetë. Efektin e kanë shumë do, që do të mi përdor ma gjatë. Po 3 muaj ditë është optimal mi përdor, se cilën. Mas 3 muaj dite, ata që janë ma të kujdesshëm, çdo herë mundën me i vërtetu koncentrimet e tyre në gjakë. Çdo herë. Shumica që përdorin rregullisht, ata dhe i vrejnë.
Po. Ata dhe vinë, unë që punoj mote, unë e di cilën kryesisht për cilat kom nevojë, sepse unë e vrej E po na se dim, na di që shja bojmë, qka i ka bojë tezës, vi me marrin për vete. Ata që nuk e din, është mirë mas pari mu konsultu për problemin që e ka. Për atë problemin që e ka, aqë sa kena një uri, ose që na kanë mësu, na mundu me jap një instruksion. Farmacisti. Po. Masanej, gjdo ere, unë i preferoj gjdo ere të bëhen analizat, sepse me analiza është me sakta se na sigurohem çka pas ka munges. Edhe që është me mira, edhe për neve, edhe për ata që dojnë me i përdor, sepse edhe konsumi, atëhere edhe nëse ka kosto, ka jap efekt. Madje nuk është shumë normale me marrë diçka që ki, e nuk e ke marrë atë që nuk e ki, ke shpenzu këtë. Sepse edhe trupi nuk merë ma shumë se sa që ka nevoj. Pjesën tjetër e qetë. Nuk lidhet. Nuk lidhet, dhe nuk është e shnetshme një kësisht. Moment që nuk të ndihmon, është e kodë, pse me marë. Po, ngarkes e lukëthit me një kjo. Veç ngarkes. Se nuk është që i bën në i dëmë, se suplementet, nëse nuk të bojnë hajrë, keq nuk të bojnë. Po, prapë është një rutinë që duhet ta mësojmë si edukat, që ka që përdorim, ka që pauzojmë. Kam fillu shumë edhe të na më eduku, edhe po mbje mirë që kam fillu më eduku. Një vitamin që ditë shumë kove të fundit është duke ushru edhe prej mjekve, por edhe që po përdoret pak më shumë, se sështë që është diskutu shumë, është vitamina E. Për çka mirët vitamina E? Vitamina E është regenerus i qelizave të trupit përgjithësi, ngrit imunitetin, forcë, tjep, kryesisht përdoret edhe të qelizat tek meshkujt ose tek femnat që kanë probleme me fertilitet. Është e mirë. Si përdoret vitamina E para bukës, mbas bukës, ditën, natën? Vitamina E është mirë me pinë mëngjes, mas ushqimit. Mas ushqimit. Mas ushqimit. Po. Kryesisht me produkte që janë ma të yndishme, sepse edhe ajo është vajore dhe e ka përtheshmërinë mas nej ma të mirë. Nëse të zëmë hëngra mëngjes, po e marrë vitaminën D dhe E në bashkë, se ka me shku në punë, a bënë? Po, këto dyja të bëjnë. Bëjnë bashkë. Nuk kanë interakcion njëna me tjetërën. Po. Në ndërkohë, një tjetër abuzim, po e thamë, bëjmë shumë me paracetamol. Për çdo dhimbje. Koka, gishti, çka do, a mund ta ngarkojmë organizmin, ose a mund të bëjmë imun ndaj një medikamentit të tillë? Paracetamoli si dola prej suplementeve, fatos. Po, si bari sintetik, që përdoret për temperaturë, po përdoret njëkohësisht në dozë pak më të lartë edhe për dhimbje. Këto dy efekte i ka. Mundet mu abuzu, mirë po abuzimi i sajna do të me marrë dozë begit madhe për me pas një efekt ansor në organizm. Doza maksimale e lejume është deri në 4 gram. 4 gram, të na ka tableta... Në 24 orësh. Po. Ka tableta 500 mg, ka tableta 1 gram. Do me thonë çdo 6 orë mund të përdoren nga 1 gram. Dozat më të larta mund të dëmtojnë mëlçin direkt. Edhe nuk preferohet me marë, mirë po çdo 6 orë nuk po besoj që e përdor dikush ma shpesh, për arsye se nëse nuk e kanë ndihmu orët e para, nuk i ndihmon as orët tjera. Po mirë është mu kontrollu shumë, sepse përdoret begi shumë. Unë gjithmonë në rastet të tilla fatose tham që një dhimbje e cila përsëritet shpesh, nuk është mirë vetëm ta shuajmë si dhimbje me një medikament, po është mirë ta hulumtojmë nga vjen që ajo dhimbje, sepse mund të fshehet diçka shumë e madhe brapa asaj. Nëse nuk ndihmon në fillim, nuk është efekti i saj na më, kështu që duhet me zgjedh problemin. Nuk është zgjedhje me nejt non-stop me tabletat dhimbjes, sepse me vërtet kanë efekte ansore në organizëm. Ma shumë se 4 gram, mëlçia nuk mundet me metabolizu, nuk mundet me djeg, nuk mundet me shit jashtë. Moment që është trupi huj, edhe moment që organizmi jonë nuk po mundet me shit jashtë, ajo të na është toksin, së është trupi huj. Diçka që nuk është i dëshirum këtu, ato do të me shit jashtë, sa i bën problem. Njëjtë është edhe në organizëm, kështu që
ato toksina mundën me shkaktu tani probleme shumë serioze në mëlqi. Masnina i harrojnë ati radhim, e mëlqia është një organ që shumë vështirë regenerohet. Shumë vështirë, kështu që ju kisha rekomandu mos me përdor atë shumë. Po, një abuzim tjetër nuk përmeni llojin e medikamenteve me emra, por bëjmë me barna të cilat janë fond pluhuri, qofshin për dhimbje, qofshin për misionet të ndryshme që kanë, po janë që janë pluhur dhe pijen direkt pa ujë, pa kur gjë. Nuk e dia është mit apo është vërtetuar shkencërisht, por janë shumë të dëmshme për organizmin në fond pluhuri. Çdo medikament sintetik, po flasëm jo veç to paracetamol ose këto pluhurat, çdo medikament sintetik që futet në organizmin tonë është trupi huj. Gjithçka që është trupi huj, s'është i dëshiruar. Efektet anësore që të gjitha kompanitë që i prodhojnë janë të obliguar mi shkru i kanë ose nuk i kanë, sepse metabolizmin e njerit nuk mundet me studiu asë një fabrikë. Ata kanë studiu në 300-400 vjet, 500 vjet, 1000 vjet, po jo në 8 miliard vjet. Kështu që efekte anësore shkruhen shumë aty, sepse nuk dihet çfarë efekti ka me apte one, çfarë efekti ka me apte ti. Çdo flasim për bidozime, ndërsa kur flasim për vlera normale që ata i kanë propozu mi përdor, atër efektet janë shumë të ulta. Sepse nuk besoj që një njeri përdor diçka një medikament për qifi, po e përdor pëse ka nevoj. Mirë po, gjderë du të më ikë aty në që me abuzu, mirë është me gjithë problemin. Kur flasim për mbidozime, atëre këto pluhurat kanë efekte anësore shumë tek lukthi. Sepse shkaktojnë gjakderdhje edhe krijojnë një ulqerë, është shumë vështirë më rikuperuaja. Pastaj ka shumë probleme tjera që kur ki një ulqerë ose një gjakderdhje, tretjen e ushqimit e gjithçka i ki shumë të ulta dhe do më thonë efektin në organizëm tënë nuk jetu e marë sa duhet. Edhe nëse përdoret gjatë, mundën me shkaktu edhe infarkt zemrës ose në sulm në tru. Kështu që nuk ju kisha preferu te na i marin, sepse ato i kam prodhu edhe nuk shiten veç në Kosovë. Ajo japet për një efekt mirë, po çdo herë është mirë me pas nën kontroll secili edhe përdorimin, po edhe veten nën kontroll. Këto 3 efekte ja u përmendëm gjithë. Lukthi është e para, e dyta mundën me shku deri te në infarkt ose në gjakderdhje në tru. Informacion shumë rëndësif ata, sepse gjithmonë është në rregull me rekomandimet mjekët ose të farmacistit, çka do që mirët, por asnjëherë të abuzohet, vetëse unë po du me marrë. Vetë fakti që rrin 1 javë, 2 javë, 1 muj, 2 muj, 3 muj, 1 vjet, njeri me një problem, edhe ai duhet me përdor diçka, nuk është në rregull me përdor edhe mos me shku me bo një kontroll ose një analizë. Sepse këto abuzimet nuk mund është i mjanol kërkona, se na nuk e dina a ka përdor ma herët a s'ka përdor. Apo kuptan, a i vjen e merë një sët, një gjysdis, një nesër, një mas nesër, apo kuptan. Deri sot bot kjo me sigurimet shëndetësore, na çdojrë këna me pas këtë problem, edhe kjo nuk nalet. Një tjetër abuzim që nuk kanë faj nështë vetë qytetarët, sa kanë faj edhe mantelbardhët, që unë po besoj që kohëve të fundit e kanë nalë dorën pak, është shkrimi i antibiotikëve, përdorimi i tepërt të antibiotikëve. Cilat janë damet kyçe që organizmi jonë i merr fal antibiotikëve, përveç efektit të mirë të atij inflamacioni ose gjendjes së cilën e ka. Unë çdo them antibiotikat nuk janë bo për neve. Sa na jena shumë pak në krahasim me botën. Ata janë shumë të mirë, sheqer që janë. Sepse nëse kena një infekcion, është i vetmi antibiotikut që e largon. Që është e mira asojna. Ku është problemi tjetër, keqja jo antibiotikut, po e kontrollës mbi antibiotik, është që për çdo herë kur ka nevojë dikush me marr antibiotik, bëhen analizat, bëhet antibiogrami, mbjellet antibiotikën kultur, 3 ditë është, sepse edhe 3 ditë e para nuk të ndihmon është asnjë antibiotik, se kryesisht fillojnë si
viruse ose infeksione virale që simptomat në organizëm i japin të njëjta sikur infeksioni. Edhe ketve është mirë me ju preferu që ditë e para nuk është mirë me përdor me njerë antibiotikun, po gjithsesi duhet me analiza me antibiogram gabimet janë zero. Edhe nëse i përdorëm me antibiogram, tash po flasim për efektet anësore që kam jap antibiotikun. Janë pashmangshme. Çdo herë ku punohet, unë e them aty bëhet edhe pluhun e bërllag. Mirë është me fshi me njëre. Për shembull? Për shembull, nëse na përdorëm antibiotik, efektin kryesor që ata e bojnë anësor është dëmtimi i florës normale bakteriale të zorrëve. Edhe fatkeqësisht te na halo nuk e di a din, a nuk dojnë me shkru probiotikun ose prebiotikun, sepse ka disa lloje. Cilën do që e merr, mirë i bën sepse e mbron. Mas pare e mbron florën normale, që është përgjegjëse kryesore edhe antibiotikun me futën gjak. Sepse çaja florë, zorë që gjendet, ajo është transporter i antibiotikut, i ushqimit, i vitaminave, gjithë shkafet që me futën gjak. Edhe gjithë shka varet prej sajna. Edhe na shkojna e dëmtojna ato të parën, edhe thojna tani nuk ka pas efekt antibiotiku, nuk kanë efekt vitaminat, çka po hapo më nën, apo kupton? E kanë dëmtu. Ç'a do të më bë? Krahas antibiotikut përdoret prebiotiku ose probiotiku. Mundësisht sa më të mirë. Para antibiotikut apo pas antibiotikut? Ta zëm nëse e kem një në 24 orë. Minimumi, ja, do të me konë largë. Minimumi i duhen ja 2 orë antibiotikut për me veprue, mas 2 ore, 3, kur do, përdoret probiotiku. Mas që ai ka punu, thash, do të me ushqy zorën edhe me marë. Kështu që nëse na i përdorëm antibiotik, bashkë me probiotik edhe prebiotik, atëherë në rregull është gjithë shka. Ruhet edhe imuniteti edhe efektin e ka 100%. Ndërkohë për ata të cilët, se janë edhe disa shtetarë që janë, ta themi, admirues, ja ama një antibiotik se s'm ka lënë ndryshe, këta s'muna me mohu, shkojnë të mjeku dhe ja lypin. Efektin negativ, tash po flas për kundër efektin, a është më shumë te antibiotiku që e marrim oral, muskular apo venoz? Apo është gjithë pluhën e bën gjithë? Ai ka me hyrë gjak. Gjak, po. Edhe nëse nuk e pina, kalimin e pare ka në gjak, efektin e ka ma të shpejt, po prapë se prapë ka me hinë qatë cikël, sa është cikël që ti nuk mënesh me ndryshu organizmit. Kudo që e more, a more në kuk, a more në kra, a more në ven, qëllimi i tina është më futë në gjak. Po prapë se prapë ka me shku të kretë qëto organet që janë përgjegjëse për me eliminu ato, për me tret ato. Se organet tona, përveç zorrës, zorra është ajo fundit që e futën në gjak, këto tjerat dojnë me qitë jashtë. E qartë. Edhe një pyetje, se jemi në minutat e fundit, edhe po ma bën me di regjia që kemi kalu pak minutat, cilat medikamente nuk duhet t'i ruajmë në derë të frigoriferit, e cilat duhet t'i ruajmë në derë të frigoriferit? Vetëm ato që janë termolabile ruhen në frigorifer. Tjerat, termolabilet të cilat janë ato që e kanë temperaturën e caktuar, 2 deri në 8 ose ka deri në 5-16 gradë. Ju shkruan. Të gjithave ju shkruan. Të tjerat ruhen ato që janë likuide, sirupe, suspensione. Derisa nuk hapet, nuk ruhet në frigorifer. Moment që hapet në kontakt me ajrin, do të menajnë në temperaturën 2 deri në 8. Për ndryshe tjerat të cilat janë të thata, vitaminat, mineralet, antibiotikat e këtu, nëse i lexojnë, të gjitha të shkruan do të ruhen në temperaturë të thatë, të dhomës, të errët, edhe nuk ka nevojë me majtë frigorifer. E nëse i majnë në frigorifer, a i dëmton, a i hubin efektin? Po dëmton, sepse në frigorifer temperatura, mundu me thonë që është konstante, po kjo antibiotiku nuk e duron temperaturën 2 deri në 8. Kjo e dën temperaturën deri në 25 gradë, penzose 22. Ka lagështi në frigorifer, ka lagështi. Se është shumë ftoftë. Në moment kër e hap derën, në kontakt me ajrin e nxehtë, krijohet lagështia. Edhe lagështia e prish automatikisht antibiotikun. Cilindo bari që nuk është murujt në frigorifer. Kështu që duhet kemi kujdesem në përgjithësi... Vetëm ato që janë likuide,
prej momentit të hapjes, do të më rujt në frigorifer. Për ndryshe këto tjerat nuk ka nevoj. Po, por edhe me pas kujdes që prej momentit të hapjes, këto likuide kanë një afat caktuar prej hapjes. E kanë një shkrum për se cilën. Për se cilën, kështu që mos ta dojmë një Të disa pika është 3 javë, të disa sirupe shkon deri në 3 muaj det. Mirë për nuk do në me thonë që është 3 muaj det. Po. Se më varet ku ke lonë dhe çfarë temperature ka najtë. Po. Pa ka shumë, na i herë ndryshon të në temperatura. Është e rëndësishme mu kërku çdo sen që prishet, era, ngjyra, shija ndryshojnë automatikisht, sado që shkruan që ka afat. Kjo është shumë mirë sepse unë e di edhe kur i prind, fillimisht i provon vetë medikamentet, pastaj unë i di, nëse e pem fëmija pse mos me kërkuane. Gjithmonë e kërkoj unë fillimisht me anjof shiun, me ditë kur po reziston, pse po reziston. Domethënë këto na shtat për shtatë nuk po smuna shpesh se. Të kriju imunitet. Jo pak për të më shtendos bisedën. Pyetja e fundit me që e përmendi që varet se si e ruajmë. Nanat, babat, prindrit, që kanë me udhëtu gjatë kohës kur fëmija janë duke marrë një terapi. Është tazam sirupi, është në frigorifer, po kanë me shku dikon e marrin sirupin me vete, pastaj nuk e kanë vendos frigorifer. Sa i hup efektin ose sa mundet me u dëmtu? Brenda një kohë shumë të shkurt, brenda ditës po flas nëse... Që e mojmë qantë në kerë. Po, nëse temperaturat nuk janë shku shumë të larta, nuk prishen... Qatë shpejt? Qatë shpejt. Okej. Po flasëm për disa ditë. Sepse për transport janë vetëm ato termolabilet që duhet të marrën me çanta me akull. Edhe terta. Për ndryshe nuk është ndonjë problem pse te ke bërë 1 orë, 2, 3, 4, udhtim nuk prishet ajo shkat shpejt. Sepse unë besoj që shto këtë kemi frikën, kur të mrim atje e blem një 3. Ma shumë bojnë problemën në për shtëpia që shimojnë se sa në transport. Në transport, kështu që e hekeni dhe prindërve. Na çdo herë po flas për vete, çdo herë them s'ki nevojë me rujt, se më pa unë ku u mora. Ato që duhet me rujt frigorifer unë të kallzoj. Se e shkruaj aty. Edhe e shkruan edhe gjithmonë farmacistat profesionist e thonë edhe e kanë obligim ta informojnë qytetarët. Është mirë mu eduku si qytetar, kur ti dënë me marrë një ilaç, po flasëm përgjithësisht, po përmeni, as suplemente, as kurgjë. Kurgjë nuk është që ti pe pagun atë, ti ki nevoj për të, merit disa informata. Edhe në regullën, halo papore i kanë. Informata. Po, se gjithë kënë në botë paguhen për informata. Me marrë një, ku do që shkojnë, marrë një informat, ata ja bojnë një paragon. E kështu që nuk ka nevoj me rezistu. Edhe nëse i din, nuk është edhe njëherë marrë, edhe njëherë me vetë. Sa sta nuk i din akretë. Edhe na mundu me arru, po gjderë kur i përsëritëm gjonat, gjderë na rikujtojnë edhe na bonë matë fresta. Unë besoj që farmacistat që mjojnë pak pritojnë kur shkojnë gubernatore se bëj shumë pyetje. I lodhi shumë me pyetje sepse kam kogja fobi kështu mos po bëj diçka gabim mos kështu. Po në rregull është ajo punë është e jonja. Po e di, po ne jam falendërues për krejt ata që deri tash kum pas kontakt kanë qenë. Duhet me shpjegue. Edhe nuk është marrë diçka mos më të kujtu, sepse unë çdo herë them, nëse dikush e ka kryer një profesion. Nuk do me thonë mi ditë 10.000 këtë përmenç. Mirë po, ti mu m'jap ko 20 sekunda, edhe unë me njëre e bëj refresh që ato, e gjej edhe ty të jap informatën, kështu që na nuk jena të himë provem aty. Na jena të dosh me bëdhë zgjedhjen e problemit. Edhe zgjedhja problemit bëdhë vetëm nëse na bashkë bisedojna. Po të shumë shpresoj shumë që komet pas prapë në studio sepse kanë metë edhe disa suplemente bëj për me. Po jënë metë shumë. Po e di, do unë me qëllim i lash, sepse duke shpresu që të të vishë prapë. Faleminderit shumë për kohën edhe informacionet që na dhe. Faleminderit juve. Shumë knaqësimet pas studio. Gjithashtu edhe juve, faleminderit shumë, ishte knaqësi. Ishim të dashur miq së bashku me Fatos Lushakun, farmacist, i cili publikisht tha që do të vim prapë, sepse pyetjet e juaja janë të shumta dhe ne natyrisht mund t'i përgjigjemi të gjitha brenda një emisionit. Kështu që Fatosin pas disa javë do ta kemi prapë për suplemente dhe medikamente tjera që s'mund të i përmendim. Është shumë e rëndësishme që këto informacione ti ndëgjojmë me koncentrim të plot, sepse na duhen të gjithëve, edhe na të cilët mund të kemi me medikamente prej smundjeve kronike, por edhe ju të cilët jeni të shëndosh, por e mirë mbani organizmin tuaj me suplemente, vitamina të ndryshme. Mirë që po investoni, mirë që po keni njohuri, por bëni veprimin e duhur. Pini ashtu siç rekomandoi edhe Fatosi, mos i kombinoni kombinimet që i përmendi,
pini ato të cilat duhet mëngjes e lëndë mbrëmjet. Kjo nëse e bëjmë rregull, organizmi jonë do të jetë më i shëndetshëm. Prej kësaj teme do shkojmë në diçka tjetër. Nga shkolla finlandeze kanë ofruar ditët kur mbyllet koha e regjistrimit të fëmijëve, dhe edhe pak javë kanë metë kur bëhet komplet numri fëmijëve që mund të pranohen për këtë vit në shkollën finlandeze. Edlira Dibrane, e cila është zyrtare për komunikim, do të jetë pas pak në studio për të na informuar edhe për mundësitë e regjistrimit, por edhe për programet e këtij viti edhe kampusin e ri të cilin po ndërton shkolla finlandeze.